A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Faleminderimi, lavdërimi, madhërimi takon vetëm Allahu xhalla shanhu, i cili në mënyrën më të mirë na krijoi, shpirtin na udhëroi, me mendjen na dalloi. Salavatet edhe selamet qofshin mbi Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët të cilët e kanë ndjekur dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar teleshikues, muaji i Ramazanit është edhe muaji i Kur'anit, pasi në këtë muaj u shpall ai. Kurani famëlart është fjala Allahu xhalla shanhu, i cili ju dërgua Muhammedit alayhis salam për ta udhëzuar njerëzimin në rrugë të drejtë dhe për t'i nxjerrë ata nga ignoranca dhe errësira, për të qenë në rrugën e njerëzisë dhe të progresit individual dhe shoqëror. Çdo ajet i Kuranit famëlart ka mesazhe jashtëzakonisht të mëdha nëse ne jemi prej atyre që duam të kuptojmë. Ajeti për të cilin kam zgjedhur të flas sot para jush është në lidhje me familjen, që në fenë islame konsiderohet si e shenjtë e që fatkeqësisht bota perëndimore sot mundohet të na shkatërrojë. Familja është institucioni themelor që mban në këmbë popujt dhe është burimi më i rëndësishëm i cilësive të larta njerëzore. Është një institucion përfitimet e të cilit nuk mund të injorohen as për individin, as për shoqërinë. Familja është një nevojë shpirtërore për paqen dhe qetësinë e brendshme të personit. Njeriu nuk mund të gjejë paqe dhe qetësi shpirtërore përveç se në mjedisin familjar. Ndjenja shpirtërore si përkrahja dhe dashuria, malli dhe dëshira, sakrifica dhe përgjegjësia midis bashkëshortëve mund të lulëzojnë vetëm brenda një mjedisi të ngrohtë familjar. Dhe padyshim që martesa është hapi i parë për krijimin e familjes. Allahu xhalla shanhu nëpërmjet martesës e ka vërtetuar vazhdimin e jetës në tokë dhe të racës njerëzore. Krijuesi absolut e sheh familjen si një institucion thelbësor për paqen shpirtërore, qetësinë dhe stabilitetin e njeriut. Në surën Rum, ajeti 21, Allahu xhalla shanhu thot: Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dhe nga faktet e madhërisë së tij është se për të mirën tuaj ai krijoi nga vetë lloji juaj bashkëshorte që të gjeni qetësi tek ato. Dhe mes jush krijoi dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë në këtë ka argumente për njerëzit që mendojnë. Kur Allahu flet për martesën, ai nuk flet si poetet, por flet si krijuesi i zemrave. Allahu e përshkruan martesën jo si ndjenjë kalimtare, por si një prej shenjave të tij të madhërisme. Ky ajet është themel për çdo martesë të suksesshme. Dhe Allahu përmend 3 fjalë kiçe në këtë ajet: Zawj, mawadda, rahme. Dhe çdo fjalë këtu është e qëllimshme. Zawj nuk do të thotë thjesht bashkëshort apo bashkëshorte, por pjesë plotësuese, si nata dhe dita, si trupi dhe shpirti. Martesa në Islam nuk është garë për emocion, por streh për zemrën. Prandaj edhe Allahu thot që të gjeni qetësi tek ato. Jo trazim, jo ankth, por pushim shpirtëror. Nëse zemra nuk gjen qetësi në një marrëdhënie, atëherë diçka thelbësore mungon, edhe nëse mund të ketë tërheqje dhe pasion. Pastaj Allahu përmend mawadda. Nuk është thjesht pasion apo ndjenjë e çastit. Është dashuri e zgjedhur, dashuri që ndërtohet pas njohjes, pas shfaqjes së mangësive, pas vendosjes së realitetit. Mawadda është dashuri me përgjegjësi dhe me qëllim. Dhe në fund Allahu përmend rahme, mëshirën. Kjo është shtilla më e fortë e martesës. Rahme është durim kur tjetri lodhet, butësi kur ndjenja dobësohet, kujdes kur njëri sëmurret apo sprovohet. Romanca nuk e mban gjatë një martesë, mëshira e mban atë. Prandaj Allahu nuk tha se vendosi pasion mes bashkëshortëve, sepse pasioni vjen dhe shkon, por vendosi dashuri të qëllimshme dhe mëshirë të vazhdueshme. Kështu martesat i rezistojnë kohës dhe sprovave. Shumë njerëz sot ndjekin intensitetin ndërsa Allahu ka projektuar qetësinë. Ata ndjekin emocionin ndërsa Allahu ka premtuar qetësi. Allahu nuk e përshkruajti dashurinë si ndjenjë, por si sistem hinor. Njeriu nuk është krijuar të lodhet pa pushim, por të gjejë streh pranë bashkëshortes. Dashuria kërkon mirëmbajtje të vazhdueshme, nuk është thjesht një emocion. Dhe kur gjithçka tjetër dobësohet, mëshira bëhet lidhja që e mban familjen.
Zoti e ka definuar shumë mirë dashurinë, vetëm se ne e kemi keq kuptuar atë. Në fund të ajetit, Allahu xhalleshanu thot, vërtet në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë. Ky ajet na fton që të reflektojmë. Familja nuk është rastësi, por argument i ekzistencës, urtësisë dhe mëshirës së Allahu xhalleshanu. Vetëm ai që mendon thellë e kupton vlerën e saj. Islami e ndërton familjen mbi qetësi, dashuri dhe mëshirë, jo mbi dhunë, egoizëm apo padrejtësi. Kur këto vlera ruhen, familja bëhet burim lumturie. Kur shkatrohen, humbet një nga begatit më të mëdha që na ka dhënë Allahu xhalleshanu në jetën e kësaj bote. Lusë Allahu xhalleshanu të pamartuarit t'i martoj dhe t'i bëj martesat tona burim qetësie, dashurie dhe mëshire. Të na ruaj nga padrejtësia dhe të na bëj për atyre që e kuptojnë Kur'anin dhe e zbatojnë atë në jetën e përditshme. Walhamdulillahi rabbil alamin. El-Fatiha.